Lufta e dytë botërore është konflikti më shkatrues dhe në shumicën e rasteve konflikti më mizor në historinë njerëzore. Nëse shikojmë nga këndvështrimi ynë aktual, duket e paimagjinueshme që dikush do të fillonte qëllimisht një luftë kaq shkatruese. Mund t'ju befasoj kur dëgjoni se ishte po aq tronditse për shumë njerëz në atë kohë. Pjesë të botës, Europa në veçanti, akoma nuk e kishin marrë veten nga tmerret e luftës së parë botërore. Miliona njerëz ishin zotuar se nuk do të zhyteshin kurrë në një konflikt tjetër global. Dhe megjithatë, 2 dekada më vonë, kjo ndodhi sërish. Për vite me radhë, historianët i trajtuan shkaqjet e luftës së dytë botërore si të ndara nga ato të paraardhëse së saj. Megjithatë, shkaqjet që çuan në luftën e parë dhe të dytë botërore janë të lidhura në mënyrë të pandashme. Kur Gjermania u bashkua në luftën franko-prusiane në vitet 1871-1872, ajo u konsolidua menjëherë si një vend i pasur dhe i fuqishëm. Megjithatë, kjo erdhi me vonesë dhe ajo nuk e fitoi dot prestigjin dhe fuqinë që ajo besonte se kombi meritonte. Ajo mbahej jashtë rrjeteve kryesore tregtare dhe nuk mund zgjeronte zotrimet e saj koloniale. Me pak fjalë, Kaiser Wilhelm dhe qeveria gjermane mendonin se ata nuk ishin respektuar. Zhgënjimi gjerman ishte vetëm një nga shkaqjet e luftës parë botërore, por ai ishte thelbësori. Megjithatë, përpjekja wilhelmiane për të fituar më shumë ndikim dështoi dhe forcat aleate imposhtën ata në luftë. Por kjo vetëm sa e përkeqësoi hendekun midis vetë perceptimit gjerman dhe pozicionit që kishin ata në të vërtetë në botë. Lufta e madhe, siç quhej në atë kohë, ishte tepër e kushtueshme për fitimtarët. Ata gjithashtu fajsuan tërësisht gjermanët për shpërthimin e luftës, edhe pse kishte shkaqe të tjera të rëndësishme. Prandaj shtetet fituese, veçanërisht Britania dhe Franca, ishin turitur për hakmarrje. Si rezultat, marrëveshja e paqes që i dha fund asaj lufte u përqendrua shumë më tepër në ndërshkimin e Gjermanisë sesa në ndërtimin e një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje. Prandaj marrëveshja përfshinte disa klauzola që shumica e gjermanëve i konsideroi poshtëruese. Fitimtarët nuk ishin të kënaqur duke fajsuar palën e mundur për luftën. Ata gjithashtu i kërkuan dhe detyruan Berlinin të paguante dëmshpërblimet e luftës. Shumët e parave të përfshira ishin sakatuese dhe Franca gjithashtu kërkoi sasi tepër të mëdha të qymyrit që ishte e vështirë për humbësit t'i siguronte ato. Dhe ndoshta më e dhimbshmja, Gjermanisë ju hoqën territore dhe ju dorëzuan vendeve të tjera. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara në një farë mënyre punuan për të mbrojtur marrëveshjen. Përmes këmbguljes së tyre, Gjermania u lejua të rindërtonte ekonominë e saj dhe të ruante sovranitetin. Ato gjithashtu lejuan palën e mundur të mbante një ushtri të vogël, por të fuqishme. Marrëveshja e paqes ishte përcaktuar keq. Ajo nuk e falte mjaftueshëm Gjermaninë dhe ta pranonte në grupin e vendeve të tjera. Megjithatë, ajo nuk ishte ashpër sa duhet për të parandaluar kombin e mundur të rindërtohej dhe në fund të hakmerrej. Presidenti amerikan Wilson identifikoi disa nga shkaqet kryesore të luftës parë botërore dhe synonte të parandalonte përsëritjen e tyre. Një mas që ai i sugjeroi ishte krijimi i lidhjes së kombeve, jo shumë të ndryshme nga kombet e bashkuara moderne, e cila do t'i ndihmonte shtetet të zgjidhin konfliktet e tyre. Megjithatë, kjo sipërmarrje u paragjykua që në fillim. Wilson ishte duke bindur Kongresin dhe popullin amerikan kur ai ra viktime një goditjeje në tru. Mocioni për t'u bashkuar me organizatën ndërkombëtare nuk fitoi. Lidhja e kombeve lëshoi dënime të dobta kur Gjermania shkeli në mënyrë të përsëritur traktatin e Versajës. Japonia sulmoi egërsisht Mançurian dhe Italia pushtoi Abisinin. Lidhja sterile e kombeve ishte e paaftë që të ndalonte konfliktet që do të vinin më pas. Në vend që t'i bindeshin apo dhe ta respektonin atë, kombet si Japonia dhe Gjermania u larguan nga organizata dhe i shpërfillën rezolutat e saj. Gjermania kishte një demokraci të pjesshme që përpara luftës së parë botërore. Megjithatë, pas konfliktit, ata adoptuan një sistem plotësisht demokratik me kryeqytet qytetin e Weimar. Sidoqoftë, ngjarjet katastrofike të luftës parë botërore kishin minuar besimin në demokracinë liberale në të gjithë botën.
Shumë u kthyen te komunizmi, ndërsa të tjerët kishin frikë nga spektri i nacionalizimit dhe rishpërndarjes dhe u kthyen tek fashizmi. Si shumë vende të tjera, Gjermania u ndodh midis të dy forcave. Pavarësisht pagesës, të mshpërblimeve dhe ngritjes së ekstremizmit ideologjik, Republika e Weimarit u tërhoq zvarr deri në depresionin e madh. Inflacioni dhe varfëria që pasuan përfshin Gjermaninë dhe çuan në rënien e regjimit. Adolf Hitler dhe partia naziste përfituan nga dobësia e qeverisë së Weimarit dhe fajsuan pagesën e dëmshpërblimeve për gjendjen e ekonomisë gjermane. Ai gjithashtu shfrytëzoi frikën ndaj komunizmit dhe antisemitizmin e përhapur në klasën e mesme për të forcuar mbështetjen. Këto faktorë lejuan nazistët të ndiqnin një politikë të ekspansionizmit të paprecedent. Deri në kohën kur Hitleri dhe nazistët erdhën pushtet, shumë qytetarë dhe lider të demokracisë liberale njohën pabarazit e traktatit Versajës. Me të vërtet, tronditja e parë të nacionalizmit helmues dhe antisemitizmit të pushtonin vendin përshpejtoi njohjen e vonuar prej kohësh. Kjo njohje e vonuar, edhe pse e saktë, doli se ishte problematike. Klauzolat shtypse të marrëveshjes kishin rënduar padrejtësisht Republikën e Weimarit. Forcat aleate të dikurshme duhet ta kishin kuptuar nevojën për të forcuar atë qeveri. Megjithatë, sapo nazistët erdhën në pushtet, demokracitë kërkonin një politikë të fortë për të kundërshtuar ambicjet e tyre, por ndodhi e kundërta. Në vend të kësaj, ata ulën vigjilencën e tyre dhe u përpoqën të kënaqnin kërkesat e Hitlerit për të shmangur luftën. Politika britanike ishte problematike në mënyrë të veçantë. Hitleri bëri kërkesa dhe lëvizje të përshkallëzuara në vitet 1930 për të forcuar pozitën ushtarake dhe territoriale gjermane. Megjithëse ai kishte shkruar të gjithë manifestin e tij për ekspansionizmin masiv në librin Mein Kampf, udhëheqja në Londër besonte se kjo bëhej thjesht sa për t'u dukur. Qeveritë që erdhën më pas, veçanërisht ajo e Chamberlain, bën një syqorr ndaj provokimeve të shtuara gjermane. Në fillim kërkesat e Führerit nazist u dukën se nuk ishin lidhje me revanshin dhe u përcaktuan si dëshirë për të rikthyer humbjet territoriale. Në vitin 1936, ushtria gjermane rimilitarizoi zonën industriale të Ruhrit në kundërshtim me traktatin e Versajës. Mungesa e reagimit francez dhe e lidhjes së kombeve që ishte e paralizuar e inkurajoi Hitlerin të vazhdonte politikën e të luajturit me zjarrin. Në vitin 1938, Gjermania aneksoi Austrinë, e cila nuk kishte qenë kurrë pjesë e saj. Megjithatë, shumë mbikëqyrës e pranuan atë, meqense Austria dhe Gjermania ndanin të njëjtën gjuhë dhe kishin shumë ngjashmëri kulturore. Lufta e dytë botërore u luftua në dy fronte kryesore, arenën europiane dhe atë të paqësorit. Përkatësisht, të dyja zonat luajtën një rol të rëndësishëm në shkaktimin e konfliktit. Ashtu si Gjermania, edhe Japonia ishte e pakënaqur me marrëveshjet e paqes që i dhan fund luftës së parë botërore. Ata kishin luftuar si për ironi mjaftueshëm kundër Gjermanisë Wilhelmiane. Megjithatë, sakrificat e japonezëve nuk u njohën nga aleatët. Një kombinim i zhgënjimit me pozicionin e tyre në botë dhe me rënien e papritur të tregut të aksioneve të vitit 1929 e shtyu Japoninë drejt një regjimi militarist. Pa dëshirë për të vazhduar ekzistencën nën mëshirën e kolonializmit perëndimor dhe monopolit të tyre në tregti, kombi i shullor filloi një mision për të siguruar burimet dhe territorin e nevojshëm për të krijuar perandorinë e tyre. Duke filluar nga viti 1931, japonezët rritën ndikimin e tyre në Manchuria, një provincë e Kinës. Nga viti 1937, ata refuzuan të njihnin sovranitetin kinez dhe nisën një luftë në shkallë të gjerë kundër fqinjve të tyre. Në vitin 1938, Hitleri po aneksonte Sudetenland, një rajon malor në Çekoslovaki. Edhe pse e populluar nga gjerman etnik, ajo ishte thelbësore për sigurinë kombëtare çekoslovake. Kryeministri britanik Chamberlain dhe ai francez Daladier negociuan me qeveritë naziste në Myni, duke rënë dakord për aneksimin gjerman të zonës. Führeri ra dakord duke hequr dorë zyrtarisht nga të gjithë kërkesat në të ardhmen për pjesën tjetër të vendit. Chamberlain u kthye në Angli dhe njoftoi se kishte bërë marrëveshje paqeje. Megjithatë, Hitleri e shkeli në mënyrë flagrante marrëveshjen. Në mars 1939, trupat gjerman marshuan në Prag dhe i dhanë fund pavarësisë së Çekoslovakisë. Francezët dhe britanikët e kuptuan se ishin mashtruar dhe u përgatitën për luftë. Bashkimi Sovjetik kishte qenë një aleat i ngushtë i Çekoslovakisë.
Megjithatë, kur aleatët perëndimore braktisën vendin, lideri sovjetik Josif Stalin rregulloi politikën e tij të jashtme. Moska vendosi të nënshkruajë një pakt mos sulmimi me Gjermaninë naziste, duke e bërë këtë më 23 gusht 1939. Kjo nxorri në pah provokimin përfundimtar dhe më flagrant gjerman. Më 1 shtator 1939, Gjermania pushtoi Poloninë me një pretekst të dobët. Në këtë pikë, askush nuk i besonte më arsyetimet e tyre. Si Londra, ashtu dhe Parisi, i shpallën luftë Gjermanisë naziste. Politika paqësore britanike dhe franceze luajti një rol të rëndësishëm në hapjen e rrugës drejt luftës. Megjithatë, më shumë se çdo gjë tjetër, ishte plaga e mbetur hapur gjatë luftës së parë botërore, që garantoi një vazhdim të ashpër të luftës së dytë botërore.